Të nderuar gazetar, të dashur qytetar, zhvilluam një takim të radhës me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotëri Lumir Abdixhikun. Takimi ishte i hapur, i sinqert, diskutuam për mundësitë dhe vështirësitë e konstituimit të institucioneve të legjislaturës së 11, meqense dje u bë betimi i 120 deputetëve që përfaqësojnë vullnetin e popullit të shprehur në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Nuk kemi ende marrëveshje politike. Unë jam i bindur që përqëndrueshmëri përpara që nënkupton edhe evitimin e zgjedhjeve të reja parlamentare, që padyshim, sikurse ato të mëhershme do të ishin të panevojshme, të paarsyeshme, e që besoj edhe të dëmshme për buxhetin e shtetit dhe për ekonominë e vendit, nuk është e mundur ndryshe përveç se pa marrëveshje për çështjen e zgjedhjes presidentit apo presidentes re. Pra, në kushtet kur ne zgjedhim kryetarin dhe kryesinë e kuvendit, zgjedhim qeverinë e re të Republikës Kosovës, mirë po, vim sërish tek problemi zgjedhjes së presidentit, kjo është një formulë tashmë e provuar dhe me metodë të njëjtë nuk mund të kemi rezultat tjetërfare. Andaj kjo do të shpjente pashmangshëm drejt shpërndarjes së kuvendit. Marrëveshjen politike nuk e kemi ende, pritjet janë të ndryshme, qëndrimet nuk përputhen dhe është bindja ime që ka një dallim drastik midis rezultatit zgjedhor dhe kërkesave të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Rezultati zgjedhor është i tillë çfarë është, ai është vullneti i popullit dhe ne nuk mund bëjmë si lëvizje vetëvendosje një marrëveshje e cila do ta zëvendësonte vullnetin e popullit, do ta deformonte rezultatin zgjedhor. Ne dolëm fitues të 53 ulëseve në Kuvendin e Republikës Kosovës, do të thotë kemi 53% të shumicës shqiptare në vendin tonë dhe kjo do të ishte pra edhe më lartë sikur të mos ishin ulëset e rezervuara. Ndërkaq në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës ka 18 deputet. Tash ne duhet ta reflektojmë në marrëveshje politike këtë raport të cilin e kemi të ulëseve në Kuvendin e Republikës, sepse ai është rezultati drejt për drejt i vullnetit i votave të qytetarëve në zgjedhjet e lira dhe demokratike. Sikurse herën e kaluar, ne jemi të interesuar që të bashkëqeverisim me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe në përputhje me ulëset të cilat i kanë në Kuvendin e Republikës për legjislaturën 11, por se ta konstituojmë, njëkohësisht i kenë edhe resoret e veta ministrore prej pozitës së zëvendës kryeministrit me disa ministri. Tash e di që kohëve të fundit është përdorur shumë shpesh kjo shprehja apo tok fjalëshi balans demokratik. Mirë po, për brenda sistemit tonë zgjedhor tashmë është balanci demokratik, meqense Kosova është një zonë zgjedhore dhe përveç kësaj sistemi është proporcional. Pra, për brenda sistemit është balanci demokratik. Dhe çfarë ofrojmë ne është që në përputhje me rezultatin zgjedhor ta ndajmë përgjegjësinë me resore ministrore në ekzekutiv. Gjithashtu kushtetuta e ka parapo balancin edhe në kryesinë e kuvendit. Ju e dini që subjekti i parë ka kryetarin dhe nënkryetarin, po ka edhe 4 nënkryetar të tjerë. 2 prej të cilëve janë prej partive më të mëdha opozitare shqiptare dhe të tjerët janë prej pakicave. Pra, balanci demokratik është për brenda vetë kushtetutshmërisë, për brenda vetë ligjshmërisë, për brenda vetë sistemit dhe procesit zgjedhor. Aty është balanci demokratik. Dhe ajo çfarë prej neve kërkohet është marrëveshje politike mbi vullnetin e popullit, mbi vullnetin demokratik. Pra piknisja jonë është vullneti demokratik. Nuk do duhet që në mënyrë politike të bëjmë balancin demokratik, se balanci demokratik është tashmë i normuar për brenda kushtetutshmërisë së Republikës Kosovës. Dhe në këtë situatë ku kemi ambicje, ku kemi apetite që Lidhja Demokratike e Kosovës ta ketë
presidentin e Republikës, ndonse ju e dini që për të aplikuar për president të Republikës nevojitën 39 shkrime. Pra edhe për aplikim duhet 39 shkrime. Për të zgjedhur duhet 61. Ka shpërputhje të madhe midis rezultatit përkatës dhe ambicjeve konkrete, dhe ky është problemi i mosarritjes marrëveshjes politike deri më tani. Natyrisht që nuk bën të humbim asnjëherë shpresat, duhet të jemi për herë optimist, por duhet të jemi edhe transparent karshijush për mungesën e një marrëveshje deri më tani. Në herën e kaluar, për shkak se nuk pat kandidat konsensual, ne patëm propozuar Glauk Konjufsën, i cili ishte deputeti i dytë më i votuari në historinë e Kosovës pas luftës, dhe atë ne e tërhoqëm. Pra lëvizja vetëvendosje u tërhoq nga një propozim partijak, jo për të zëvendësuar tash me një propozim tjetër partijak, i cili në bazë të rezultatit zgjedhor është diku rrotull 1/3 së subjektit tonë. Prandaj ky hendek kaq i madh, në vend se të jetë lehtësi për marrëveshjen, në fakt është bërë vështirësi. Unë ju falenderoj shumë që na keni ndjekur, e tash do të mund t'ju përgjigjem pak pyetjeve tuaja sepse më duhet të shkoj në zyrë. Zoti Kurti, apo përsëritet skenari i dhjetorit dhe jeni thirrur në frymën kushtetuese që presidenti duhet të jetë konsensual. Pse kjo frymë kushtetuese ka bërë në 2 ministeritë që të zgjedhet Vjosa Osmani, e cila ka garuar në listën e huaj, e tash nuk po bën. Asnjëherë presidenti nuk ka qenë nga opozita. Pra në atë kohë ne patëm garuar paraprakisht me zotimin që subjekti fitues, që masnej doli të ishte vetëvendosur siç edhe pritej, do ta ketë kryeministrin, po njëkohësisht që numri 2 në listën tonë do të bëhej presidente përkatësisht zonja Vjosa Osmani. Pra ne atëherë para zgjedhjeve patëm garuar asaj dhe ka qenë një situatë e periudhës së pandemisë e pazakonshme, por tash natyrisht që preferenca jone e parë është presidenti konsensual. Por nëse nuk ka president konsensual, edhe nëse vim të presidentët partijak, atëherë është lëvizja vetëvendosje. Parti për parti jena na. Se ne kemi 53 deputet, e 3 tjerë të bashku, PDK 22 deputet, LDK 18 dhe AK 7 gjithsej bën 47. Pra ne 53, ata 47. Unë po them, letë mos zgjedhim president partijak. Letë shkojmë me një figurë akademike, profesionistë të dëshmuar, me vlera, me kontribute, me merita shoqërore e kombëtare në vendin tonë. Unë besoj që ka 10 të tillë së paku. Një dyzinë sosh, unë mund t'ua përmend edhe sot këtu, mirë po nuk e bëj dot sepse me njëherë etiketohen se i përmendi kryeministri Kurti. Pra ka shumë njerëz në shoqërinë tonë që do të mund të ishin president konsensual, shprehje e unitetit të popullit. Por, nëse kjo refuzohet në mënyrë kategorike, atëherë kur shkojmë te subjektet politike, para zgjedhësh e mbi gjithë është fituesi i zgjedhjeve, i cili nuk është fituesi i zakonshëm i zgjedhjeve, është fituesi i jashtëzakonshëm i zgjedhjeve. Prandaj në këtë situatë ne kemi të pamundur që të bëjmë marrëveshje politike që e deformon rezultatin zgjedhor. Përndryshe, nëse në skenën tonë politike gjallojnë superambicjet, kjo i bie që të mos mbajmë zgjedhje fare, vetëm takohemi si lider strukturash ose lider fisesh në lëg të burrave edhe ta ndajmë këtë hise. Domethënë, ajo për mua nuk është në rregull, ajo është situatë jo demokratike. Edhe ju e dini shumë mirë se unë bëj çmos me takime, me gatishmëri, me interesim, me vullnet për marrëveshje. Mirë po, nuk mund të lejojmë që ta shpërfytyrojmë rezultatin zgjedhor dhe nuk mund të vinë atë situatë që kush do të qoftë nga opozita të mendoj se me qenë se mund të përdoret ky
Çelësi shndruar në Kleçk prej 80 deputetëve në bazë të një aktgjykimi të para 15 vjetëve, atëherë mund ta detyrojmë vetëvendosjen të vihet në pozitë thosë nuk fitoj në zgjedhje. Pra kjo është vështirësia që ne e kemi, por nuk është që neve vështirësitë na dobësojnë. Tash ju e dini që unë jam vetëm kryeministër në detyrë, nuk jam kryesues i seancës konstituive. Është shumë mirë që ka një seanca, më fal, a bën ta vazhdoj fjalin ose po mirë vetëm po a jap fjalën sërish veç ta përfundoj nëse bën. A bën? Faleminderit. Pra, a bën ta përfundoj. Se jo po s'ka nevojë, kuptoni se nuk besoni, unë ju dëgjoj deri në fund, vetëm se mandej po ndërpritet rrjedha e mendimit, sfitoni as ju as unë, e humbet qytetari. Pra, seanca konstituive e kuvendit ka nisur dje. Kur vazhdon vendos kryesuesi i seancës. Unë nuk jam takuar sot me kryesuesin e seancës dhe nuk i kam ndërmend takohem me kryesuesin e seancës, sepse kam shumë punë si kryeminist në detyrë. Ju e dini, përveç që duhet vinë bisedime me kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjikun, e duhet të shkruaj letra me kryetarin e PDK-s Bedri Hamzën sepse ai refuzon të takohet me mua, kam shumë punë me të gjithë ministrat dhe me projektet që vazhdojnë. Sepse shteti dhe qeveria nuk do t'ja di që t'i ke takime e letra zyrtare me krerët e opozitës, e aq më pak mund të merren me çështje juridike, procedurale që i përkasin kryesuesit të seancës. Pra, padyshim që në këto orë të pasditës do ta kuptoni a do të thirret vazhdimi i seancës dhe kur. Në këto orë të mirë, urdhon edhe një herë. Po. Me qeni kryetari partisë më të madhe, i keni urdhra që të konstituar kuvendin, a keni emër nga lëvizja vendosje për të parlamentit? Nuk është në çështje konstituimi i kuvendit nga listatura e 11 në kuptim të çfarë do dileme. Ne i kemi 62 deputet. Ne kemi mundësinë që me njëherë ta zgjedhim edhe kryetarin e kuvendit, edhe kryesinë e kuvendit, edhe të mëri zgjedhin mua kryeministër. Por nëse nuk e kemi të zgjedhur çështjen e presidentit, po shkojmë përsëri drejt zgjedhjeve të reja. A ka ndokush prej juve që i don zgjedhje të reja? Lërni që pyes edhe unë, më në fund një herë. Po, jo, pyetja ime ishte shumë konkrete. Pyetja ime ishte shumë konkrete, nderuari gazetar. A ka ndokush prej juve që i don zgjedhje të reja? Askush pra. Po, në emër qytetarëve flasin deputetët. Pra, asnjëri prej juve, siç u po, në emër të opozitës flasin deputetët të opozitës. Pra, asnjëri prej juve, këtu sot që jeni bashkë me mua, nuk jeni për zgjedhje të reja. Askush nuk i do zgjedhje të reja. E ne pa u marrë vesh për çështjen e presidentit, nuk ka mundësi të evitojmë zgjedhje të reja. Prandaj çështja kryesore është, a ka marrëveshje për president? Nëse s'ka marrëveshje për president, besoni, e kotë është zgjedhja e kryesisë kuvendit, kryetarit kuvendit dhe qeverisë. Pa marrëveshje për president kemi zgjedhje të reja. Faleminderit shumë.